Qeveria shqiptare ka miratuar një vendim që detyron hotelet të detyrojnë një numër minimal të turistëve për efekt të taksave, me qëllim uljen e informalitetit në sektorin e turizmit. Ky vendim i paralajmëruar nga kryeministri Edi Rama që në vitin 2023 vendos kufizime dhe struktura akomoduese duke synuar parandalimin e evazionit fiskal. Sipas rregullave të reja, periudha e shfrytëzimit të hoteleve ndalet në 2 faza, sezoni i parë nga data 1 maj deri në datën 30 shtator dhe sezoni i ulët nga 1 tetori deri në datën 30 prill. Në sezonin e lartë, hotelet duhet të raportojnë një shfrytëzim minimal prej 65% të kapaciteteve të tyre, ndërsa në sezonin e ulët ky prag është 30%. Për shembull, një hotel me 100 dhoma nuk mund të deklarojë më pak se 65 dhoma të zëna gjatë sezonit veror. Qeveria argumenton se ky vendim është i nevojshëm për të luftuar fshehjen e të ardhurave, pasi shumë hotele kanë raportuar shfrytëzim më të ulët se sa i real për të shmangur taksat. Kjo praktikë ka ndikuar negativisht në buxhetin e shtetit dhe financat e pushtetit vendor. Vendimi ka ngjallur debat, disa e shohin si një ndërhyrje të tepruar në bizneset private, ndërsa të tjerë konsiderojnë si një masë të drejtë për të rritur transparencën për të ardhurat shtetërore.